Sot e kemi zgjedh për kandidat Prishtinës Vegim Gashin. Vegim Gashi nuk është as njeri i politikave të mëdhaja, as i partijak, as njeri që ka bo karierë politike. Nuk më novitet mu njeri me karierë politike, po më novitet një njeri i punës, i sinqert, një njeri drejt, një njeri që ka kaluar në për gjitha fazat e jetës. E Vegim Gashi ka kaluar në për gjitha fazat e jetës. Vjen për një familje shumë ndershme Prishtinës, e ka pas një background, një të shkume, shumë të pastër politike, po thuj, nëse do një e dini, është i biri i Nebi Gashi. Nebi Gashi ka qenë njëri shumë i ndershëm. Ai ka qenë në veçësit e të kaluarës, por ai ka vdek dhe mbrapa e ka lënë çdo gjë të qartë, pastër, si loti, pse? Gjithmonë ka punu në mënyrë transparente dhe ka punu funit për qëtë vend qëtu. Nuk ka qenë ai kur, i shitun s'ka pas para që e blen në Bigashin se kum njoftun. Djali ti është ai që është duke jetuar në bazë vlerave të babait ti. Ka e njoh shumë mirë, janë njoh familjen, njëri që me durët e veta, me mundin e vet, me intelektin e vet ka kriju. Është inxhinier, është profesor, është ndërmarrës, e ka një ndërmarrje private, cilën ku inkuadron dikon 70-80 punëtor intelektual normalisht, dhe Vegimi shumë ka punu edhe për kompanin time, normalisht, unë disa kontrata që ku mujt mi u dhonë firmave të specializume në për Amerike, në për Gjermani krejt, kjo ka qenë gjendje mi kryje, po thuj ma mirë se ata, ma shpejt se ata dhe i ka kryje prej këtuj, dhe ka kryje shumë here, ka kryje detyra, ju garantoj ka kryje detyra që e kom pas shumë shtirë me firmat e huaja perëndimit me i kryje. Prishtinës jenë Vegim Gashi që të në Prishtinë, për 4 vjetë që kjo Prishtinë do tjetë metropol evropian. E jo atë që ka teme. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen e juaj. Unë jam Vegim Gashi, jam kandidat i AKR-s për kryetar komune të Prishtinës. Lejoni që s'pari t'ju përshëndes dhe ta shpreh nderin dhe kënaqësinë time që jam këtu në mesin e juaj. Unë pata rastin që me një koleg timin këtu prej partisë, me zotin Bujar Kida, ti trajtoj dhe ti bisedoj disa kërkesa që dalin prej degës së juaj. Normalisht edhe kjo është një rast ku teti të ri, në të cilin mund të zhvillohen shumë biznese profitabile, me cilat praktikisht do të ishte mundësu edhe zhvullimi i papunësisë dhe që rinia jonë apo njerëzit tonë të kenë një aktivitet pas cilit do të krijonin këto dhuna për familjet e tyre dhe për vetvete. Një prej pikave kryesore të programit për Prishtinën është partneriteti, alianca dhe partneriteti me qytetarë. Unë mendoj që çfarëdo grupi qeverisës që vjen, kudo që t'jetë ai, po nuk e pat qytetarin aleat, po nuk e pat besimin. Mirë, ju mund të thuni që besimi itet edhe me vot, po ajo vot mundet edhe me qenë një rezultat, një bindjeje, cilën na po e bojmë këtë rast. Po një rol të vetë për me i gjetë, kush janë ata njerëz që janë, do të thonë, të rëndësishëm për me qenë në një debat, të rëndësishëm për një temë caktuar. Prandaj, po them që kjo çështje që po e përmendim, ndoshta duket e mërzitshme, ndoshta duket e thotë, por është jashtëzakonisht e rëndësishme që qytetarët i kemi një pjesë aktive, i kemi akter aktiv në proceset tona. Ndërtesa e komunës mu shkarku komplet prej qytetarëve. Edhe ato mu bo në qendra dhe praktikisht në distancë ecjeje prej shtëpisë në pas, është që
ka mujt problemi ujt me u reduktu shumë si problem. Kemi pas kapacitete të cilat nuk janë shfrytzume dhe të cilat për një 30 deri në 40% kishin reduktu. Nëse sot po zonë brenda 24 orëve, themi, s'kemi 12 orë ujë, kemi mujt qatë probleme e zvoglu me pas në 6 orë. Do me thonë prej të ndërtum teknologjik, basilit, mujt me thonë që këte që apo e thojmë, kemi referencë, kemi një pasaport, i cili e tregon që na jemi të kualifikuar dhe kemi mundësi me realizu. Nuk janë veç pralla thjeshta. Njerëzit, po ju them që vota do të jetë e sigurt, do të jetë shumë herë më e sigurt se sa që ka qenë herën e kaluar.